Letë Civita, që është, s'mund të themi që është strateg, thot. Strateg, po që largoj Trumpi për abuzim me parat e fushatës në fund. Nuk flasë për strukturën morale. Flasë për strukturën profesionale. Dekor, moralisht, ja punë të Amerikanëve, s'mi interesën fare. A i thot, nuk mund i besoni sondazheve të medjave shtetërore, që e media shtetërore. Sepse në fakt kemi një bombardim sondazhesh, të cilat i japin të gjitha fituesit e Ramës dhe Partisë Socialiste. Me distancë. Me distancë, me diferencë herë 13, herë 14, herë 15% me të dytin. Ta të gjë mire që a thot, Lacivitja dhe a gjeni diçka të vërtet në këtë që thot a i, apo edhe a i po bën kundër lojën e vetë. Të lutem Treshi. The state-owned media's polls. We call it in America fake news. They have a desired role. Their role in all of this is they want to create the perception that Eddie Rama's going to win, and he's not. And it's just very important that we look beyond those kinds of things. Do not stop working until the polls close. You have to take advantage of every available time that you have left. When President Trump was shot back in July, he made it clear what he wanted Americans to do, which was fight, fight, fight. And honestly, that's exactly what Albanians need to do. Anduena. Se kështë e vërë? Këto sondazhet, në fakt, një pjesë të tyre dhe e ka qëlluar në zgjedhjet më pashme. Mendon që krijojnë suggestion ke elektorati, ke publiku? Me fjalë që thonë që ama është e kod darës votim se fiton Rama prapë. Po tash, sondazhet nuk janë në realiteti. Janë një pjesë e afërt e realitetit, një hamendësim, le të themi, i numërimeve, kalkulimeve që bëhen për mundësit që mund të kenë partitë politike për të fituar, ka edhe nga sondazhet që krijohen dhe me opinion. Kështu që opinioni publik në këtë rast, në momentin që televizionet më të mira ose emisionet më të para financojnë për të publikuar këto lloj sondazhesh, tregon që kanë edhe imunitet ndaj mendimit të lirë të votuesve, dhe sigurisht që kanë ndikim. A përputhen këto sondazhe sipas perceptimit tënd me perceptimin publik? Perceptimi publik, ne jemi përdit në terren dhe shikojmë që njerëz pavarësisht sondazheve dhe debateve politike që bëhen dhe publikimit të këtyre, le të themi, grafiqeve të votës, njerëzit e kanë vendosur se këtë votojnë. Është një pjesë sigurisht që është e diktuar edhe nga sondazhet, që nuk janë edhe aq të orientuar për sa i përket votës së tyre, po t'ish i sigurt zhej që pjesa më e madhe, le të flasim për elektoratin, edhe elektoratin gri, që nuk mendoj se ka më gri njerë, por edhe ai lloj elektorati tashmë e ka vendosur votën e tij. Mos harrojmë që jemi vetëm një javë para zgjedhjeve, nuk është dhe shumë kohë. Një pjesë e mirë e tyre madje ka nisur dhe ta publikojë në mediat sociale se kë do votoj dhe se si do votoj.